Suedia mbyll 20 shkolla pas kërcënimeve për dhunë, policia nis hetimet. Rreth 20 shkolla janë mbyllur në Borlang, në Suedinë qendrore pas kërcënimeve të raportuara nga policia, duke ngritur shqetësime për sigurinë në institucionet arsimore. Autoritetet lokale bën të ditur se masa u mor si një veprim parandalues për shkak të një kërcënimi të mundshëm dhune ndaj aktiviteteve shkollore. Bashkia konfirmoi mbylljen e 16 shkollave publike, ndërsa edhe 5 shkolla private pezulluan procesin mësimor. Policia suedeze ka nisur një hetim paraprak për kërcënime serioze të paligjshme ndaj një grupi, pasi janë marrë informacione për kërcënime të drejtuara ndaj shkollave në zonë. Megjithatë, autoritetet theksojnë se është ende herët për të përcaktuar nëse kërcënimi është real. Borlang, një qytet me rreth 45.000 banor dhe rreth 200 kilometra në veri të Stockholm, konsiderohet përgjithsisht i qetë dhe raste të tilla janë të rralla. Megjithatë, Suedia ka përjetuar disa sulme të rënda në institucione arsimore në vitet e fundit. Në shkurt 2025, një sulm i armatosur në Örebro la 10 të vdekur në një qendër arsimore për të rritur, ndërsa në vitin 2022, një nxënës vrau 2 mësues në një shkollë në Malmo. Më herët, në vitin 2015, një sulm me motive raciste në Trollhättan përfundoi me 3 viktima. Hetimet për rastin e fundit vijojnë, ndërsa shkollat do të qëndrojnë të mbyllura deri në një njoftim të dytë nga autoritetet.